Autoriteti i konkurrencës ka nisur një hetim paraprak për American Hospital SHA dhe International Hospital SHA, të cilat janë në pronësi të biznesmenit Lodjan Allajbeu. Mendimi është marrë më 9 prill 2025 pas shqyrtimit të raportit të monitorimit në tregun e shërbimit spitalor. Sipas autoritetit dyshohet se këto spitale kanë shkelur ligjin, duke ofruar shërbime ekskluzive dhe duke mbajtur pozita dominuese në treg, në kundërshtim me nën 8.6 të ligjit dhe me mbrojtjen e konkurrencës. Hetimi do të përfshijë periudhën nga 1 janari 2022 deri në 31 dhjetor 2024. Dyshohet se në disa shërbime të veçanta e këto ndërmarrje mund të kenë kufizime konkurrencë në treg, duke përfituar nga pozita e tyre e fuqishme. Lodjan Allajbeu njihet për përfitimin e disa kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë, si koncesioni i laboratorëve dhe ai hemodializës, të cilat janë cilësuar shpesh si afera të dyshimta korruptive. Ai përmendet në dosjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj për një udhëtim të bërabashkët në Kinë, për të cilën ende nuk është sqaruar se kush i ka mbuluar shpenzimet. Përveç hetimit nga autoriteti i konkurrencës, Allajbeu është në hetim edhe nga Prokuroria Speciale e Kosovës për akuzat e pastrimit të parave dhe falsifikimit të dokumenteve në bashkëpunim me persona të tjerë. Autoriteti i konkurrencës ka bërë të ditur se vendimi për hapjen e hetimit është marrë me vendim numër 1173, më datën 9/4/2025 dhe fton publikun të ndjekë informacione zyrtare në faqen e tij.